Morëm informacione, tani e dim se çfarë ndodh dhe do shkojmë në një tjetër vend. Në fakt, në dyshen që paralajmëruam që në fillim, që u sfiduam të kuptonim nëse janë motra, nëse janë shoqe dhe i kemi tani me shumë kënaqësi themi mirëmëngjes Flauresa dhe Visare Klimenta. Mirëmëngjes. 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 Shumë kënaqësi një herë t'ju kemi dhe pikë pari dhe pikë së dyti është e paimagjinueshme për mua dhe këtë e them realisht që ju jeni nuse dhe vjerë, mua më ngjani ose motra ose nënë e bi. Si ka mundësi, domethënë jeni të sigurta që jeni nuse vjerë? Po të sigurta jena. Po sa xheloz ndihet djali në këtë mes tani, këtë dua të di unë. Jo, djali është shumë krenar. Okej. Edhe shumë i lumtur që kemi edhe raportin kështu. Po e ke pasur që në fillim djali, domethënë ka qenë që në fillim personi që ju lidhi, që u mundua që të kalonit mirë, apo sa jeni njohur, i keni zgjidhur të gjitha gjërat vetë? E vërtet, kur jena njoh, son Flauresën e njoh qysh se ka qenë e vogël, si jena miq që sa vite. Edhe e kom ndarë kështu si fëmijë, kon shumë fëmijë lezet që mi mirë, po kështu kom mendu që bëhet në reja jeme. Pa, në 2020 ka fillu kështu vish një bisedë me mamin e Flauresës, edhe përfundimi erdhi bonusja e djalit tem. Po si nis historia, se po thoni pak më parë që një që në fëmijëri, nga ana tjetër gjithçka nisi nga një bisedë me nënën e nuses. Ishit nënat në këtë rast që krijuat këtë lidhjen edhe këtë marrëdhënien e bukur më pas edhe mes dy fëmijëve tuaj? Mas pare unë jam konë atin që kom institun që të punë, edhe kom bisedu me mamin e Flauresës. Mas andej kom bisedu edhe me Flauresën une. Toni ju në lidhë kështu për mes me djalin edhe ka vazhdu së toni gjithë send. Pra, ju kur keni biseduar që ata të njihen, apo ke biseduar me një herë që e dua ta kem nuse? Që nuse e dita thënë. Po, Flores. Okej. Mënyra se qysh njemna është se motra e vjerës tem është gruaja e Axhes tem. Okej. Edhe na jena njoft qysh prej soni jam kon fëmijë, kom njoft vjerën edhe krejt familje. Për këtë arsye kon shumë ma lehtë depërtimi për me ardhen që të piku jena sot. Mënyra që ka fol vjera jam me mamin tem, u kon në mënyrë krejt normale, thjesht e ka shpreh një pëlqim që ka pas ndaj meje. Edhe ashtu ka fillu tema, unë të një jam kon në djeni se unë e kom pëlqy si vjerës ashtu dhe burrit tem sot. Edhe qështu ka njësë gjithçka do më thonë. Po, ti e dije që burri jot sot të pëlqente, ndërkohë nga ana tjetër ti e pëlqeje atë, pra kishe një pëlqim për të, apo t'u zgjua interesi pasi ta thanë? Po, në kur e kom pasër që tash na kena njof paka shumë çfarë familje janë këta dhe këta na ka njof neve, normal që po më ka pëlqy. Po, diçka që jam kurioze, Flauresa, kësaj njohje i the po në fillim nga që të pëlqeu shumë vjera apo djali më shumë? Po qëre, normal duhet me të pëlqy mas pari burri, po ba tjetër që është një pikë shtytëse shumë e madhe edhe familja, prind, edhe prej kurjev, qaj djali, edukata dhe gjithçka tjetër. Perfekte, ndërkohë prej sa kohë të deshën ty edhe bashkëshortit tënë që të njiheshit edhe të fillonit që le të themi ta krijonit atë marrëdhënien tuaj. Ishte diçka e shpejtë apo ju desh kohë? Me tregu drejt tash na njihem që 5 vite, prej 2020, ka qenë viti kur ka fillu njohja jo. Edhe qysh atëherë, u konë gjithçka në rregull, vitin e kalum në vitin 2024 kemi bu dasmën, tash kemi një vit e gjysmë të martuar, edhe besoj që është kohë mjaftueshëm për me u njoftë edhe me u siguru që gjithçka shkon mirë. Patjetër, po i mban mend ato takimet e para që ke bërë me të, mbase të na tregosh se si ishte të dilje me të, por duke e parë ndryshe, se më përpara ti the që e ke njohur, por është tjetër gjë më pas kur ti fillon dhe del e një ndryshe. Për mu konë shumë mirë, tash si person, Bleonin këtë rast partneri jam, është një person pak ma ndryshe prej me, është ma i qetë, ma jep një energji shumë të mirë,
Për këtë arsye dhe unë kam gjithkohën që su një ma temperamente pak, jo ma energjik, jo ma gjallë. Për që ta e këna gjetë vetën të njoni qetë që ka shumë më dena për 7 deri në pikë fundit. Për mu konë prej fillimit që shka krejt normal. Perfekte. Po, ndërkohë edhe në rrjete sociale keni rëmbyer vëmendjen, ashtu si po thonim që edhe vëmendjen tonë në këtë rast që kishim ato pikpyetjet tona për t'ju njohur edhe më shumë. Si u lindi ideja të filloni edhe të merrni edhe me rrjetet sociale? A e dinit që në fillim që do merrni të gjithë vëmendjen? Apo ishte e paparashikuar? Cila të doj? Në vitin 2022, ka qenë një video spontane, kena bo në Kerr. Edhe vishë spontane kena bo qatë video, edhe kena qitë në TikTok, ajo bo me njerë viral. Nuk është që ja kena njës nga qëtash për shembull ose për në 2022-ën, ka qenë që ajo video. Edhe masandejnë ashtu qëto ka pak edhe... Po, ta ajo video e parë që ju hodhët, apo ishte thjesht duke kënduar në base, ose duke ecur, apo si ishte ajo video e parë? Jo, ajo video ka qenë duke ndu, nusja kënë dënë që shukon që e kanë dhe? Kanë qenë disa fjallë shu si në sens humore, dedikuar vjerës. Amo asë njerës ka qenë me qëllim, ka qenë dishka spontane, po gjatë rrugës e kemi pa që njerës me të vërtet për ju pëlqenë me na pa bashkë edhe me pa video ma shumë prej neve. Po, thonit që ishit në makinë të dyja me njëra tjetrën, dhe më erdhi natyrshëm të pyes për shembull kur janë të tre në makinë, për shembull nusja, Vjera dhe djali.